Të dashura gra, dëgjoni këtë video deri në fund që të kuptoni që sjeni vetëm juve që vuani nga ky problem. Por pjesa më e madhe e grave vuajnë në ditët e sotme nga i njëjti problem. Atëherë po e tregoj çfarë më ndodhi mua sot. Nuk është se kjo që më ndodhi sot mua, më ka ndodhur vetëm sot. Kjo është rutinë e përditshme. Por po u tregoj të sotmin që të keni një ide. Atëherë erdha nga puna. Sipas orareve, djali vjen rrëstime dhe djali im duhet ishin në shtëpi në këtë orar. Qetësi absolute, asnjë lloj zhurme. Atëherë, po shikoja për këpuc. I kishin këpucët aty? Të dy palët e këpucëve ishin në shtëpi. Thash dale tani, mos ka ndërruar këpucët këta dhe kanë ikur? Atëherë hapa derën e dhomës të gjumit. Atëherë shikoj unë, bashkë shorti, po shikonte futboll. E pyes, o burri, si kalove sot? Po ik, se që ka një penalti edhe më patë drejt. Duhet i ishte penalti dhe do bëj gol dhe do fitonte skuadra ime. Burri të përshëndet asia. Ik më lër të the, më lër, edhe ti më duhesh tani. Qa përgjigje mërna burri? Ti ke ikur që në mëngjes, kthehesh në këtë orë në shtëpi, në vend të thot grua, erdhe, shishu që erdhe mirë, edhe unë mirë jam. Jo, flet për futbollin, ndërkohë që ti se ke iden fare se kush po luan atje. Nejse, u sigurova që është në shtëpi të paktën. Vajta tek dhoma e djalit tim, para se të hysh atje, se është adoleshent ky, duhet të trokasësh një mirë të dera, derisa ai të arrit ta dëgjoj, të t'jap miratimin, pastaj të hysh brenda. I rash derës një herë, 2 herë, 3 herë, hiç s'po i të përgjigje. Dale më se ka zënë gjumi dhe hapa kështu nga dalë. Këtu jam, tha. E zeza, thash. Je mirë jam, tha. Nejse. Mbasi u ndrrova, bëra gati gjërat për të bërë drekën. Edhe fillova të bërtas, o çuna, doni të hani drek? Asnjë përgjigje, qetësi. Çuna, do hani drek sot? Prap s'përgjigje njeri. Çuna, sa thash çuna unë? Të dy po bërtisnin. Të dëgjua më përpara. Pse përsërit? Po miro, nga ta di unë që më dëgjuat. Pse s'përgjigjeni ju kur unë pyes qerën e parë? Duam. Të bëj ca unë fried rice, u thash? Me chicken? Po, than. Fried rice me chicken është oriz me vezë, me qep të njoma dhe me mishpule brenda. E kemë marrë kinezi këtë ushqimin. Edhe qa bëra u mora tani mishin e pulës, po e coptoja, mata dhe orizin. Kur dëgjoj djalin, thot, mam, po thash, unë dua sanduiç. Po nisa vendosëm do bëjmë oriz me pulë, more. Qa sanduiç i thua? Dua sanduiç, nuk dua atë që theti më përpara. Po qa po bëhet kështu, thash? Vajtat e burri, gjo këtu, thash. Djali do sanduiç. Ti qa do t'hash? Do orizin me pull, apo do dhe ti sanduiç? Nuk kam uri, tha. Qa the ore? Po si sa më the mirë për mishin e pullës edhe orizin. Tani po thua jo? Nuk kam uri të them, tha. Si duke të ka unë skuadra e ti, tash me veten time. I ka dhe bëra sanduicin e djalit. Kur dëgjoj, po flet burri. Grua! Po, thash. Po ndjej njerë të mirë andej nga kuzhina, qa po bën? Po qa po bëj, po bëj sanduicin e djalit, thash. Po miro, më bëj dhe mua një sanduic. Po ti më thes dua, ore, unë të pyeta, më thes jam i uritur. E po e dua tani. E po miri, thash. Bëra dhe një sanduic për burrin. Pastaj, vajta ja çova djalit sanduicin, tha faleminderit, kurse burri e mori sikur e kish për detyrë që unë t'ja jepja as faleminderit, as një fjalë. Unë pastaj, duke u marrë te kuzhina, me punët e mia atje, duke sistemuar ushqimin që nisën për dreke edhe do ta hanin për darkë ndoshta, dëgjoj djalin, o ma, po thash, po ato orizin me pulën, kur do ta hamne? Do e bësh tani? Po qa the ore? Po ti më thes dua oriz me pull, më the dua sanduiç, unë bëra sanduiç. Tani po kërkon orizin me pull? Ua, qa është kjo? Vërtet o mama, pyete ti mua? Po si s'të pyetare? Kur dëgjoj pastaj burrin, o grua, po ore,
Po mirë moj, po në një bërdzol do na bërsonte ti? Po qa bërdzole, more, të pyeta për mirësh me pull më the mirë. Vërtet kam thë mirë? Po më the mirë, ore, pastaj më the s'jam i uritur, pastaj më the bëm sanduish si djali. Jo, bën shakatis, si kam thënë gjithë të fjalë. Ah? Ha moj gra, keni parë kështu ju? Vim të lodhur nga puna, në vend të çlodhemi të marrim çik veten. Bëjmë punë të shumë fishta, se na thonë njerë bërë këtë gjë, pastaj thonë jo nuk e duam atë gjë, duam gjë tjetër, nuk është se e kanë mendje se çfarë thonë ata. Ata asgjë se dinë çfarë duan, se kanë mendjen të koncentruar nëpër ato që shikojnë, e luajnë aty. Ja, kjo më ndodhi mua sot. Tani çfarë duhet të bëjmë neve? Duhet të vëmë kamera gra nëpër mure që të regjistrojmë të gjitha bisedat, se në fund fare dalim neve që kemi probleme. Këta e në regull. E dëgjuat bisedën ju? Qa thashur? Ata s'dëgjoni fare se qa këshin thënë, edhe tjetër për tjetër më thoshin pastaj. Në vend të ndihmojnë, të thonë hajde të ndihmojnë një qik se e lodhur, të bëjmë bashkë drekëna, darkëna, të japim një dorë në punët e shtëpis, me arzalla, edhe përgjigjet të japim të kundër, ta tjetër për tjetër. Qa erdhën këto kora, mi motrani, kështu qa erdhën këto kora? Ju lutem më shkruani një koment juve që keni të njëjtin hall me mua, që të kuptoj unë që ka të tjera si mua që vuaj në këtë botë, jo vetëm unë. Edhe lehtësojmë një qik. I ka unë se unë jam bërë tym jam bërë me këto që po ndodhin. Dhe ju të kaloni bukur kudo që t'jeni dhe shpresoj që të mini në një qik ndim nga familjarët. I ka